Sonte kemi si gjithmonë musafirin pra nderin ton të kombit tu, aktivistin ton më të madh shqiptar që ekziston në Norvegji dhe Skandinavi, njeriu pra i cili ka jep atë kontributin maksimal edhe më shumë bile që duhet ndoshta ne nuk guxojmë të harrojmë, sikurse që nuk guxojmë të harrojmë ditën që është dita e djeshit ose sodit që ka qenë e madhe ku përfaqëson diçka shumë të madhe për neve shqiptarët, sidomos të Kosovës. Për ato është edhe vetë zotëri Nufliri ka sonte me ne këtu, ku edhe është përfaqësues i genocidit të bërë në Kosovë që quhet Kosovo Genocid, është organizata një ndër më të mëdhajat në Evropë, mund të them, për të drejtat që kanë ndodhur gjatë luftës në Kosovë. Nufri, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Shëndetje, mirëmbrëma nga ona ime. Qofse s'ka bëm, kemë qenë vitin e kaluar. Ne duhet mos të harrojmë. Mirë tha dhe Alushi slogani i takimit ditës së djeshme 27 vite nga ajo ndodhi makabre. Për atë dhe tash ju kemi ftuar Alushi e Ceku edhe gjithat periudhën kohore të aktivizmit tuaj këtu në këtë shtet të Norvegjisë nga vitet e 80-ta, domethënë përjetimet të ndryshme. Faleminderit për fjalët shumë mirat nga Alushi, po ndoshta të egzageruara pak, po sidoqoftë ju falenderoj si gjithmonë. Mirë se ardhur, faleminderit për këtu. Jo, as duhet të harrojmë, po duhet edhe ta rikujtojmë. Ndoshta gjithë motivi ynë është ti rikujtojmë. Dhe me siguri ata dëgjues që kanë dëgjuar vitin e kaluar ose i kanë dëgjuar se ka pas shumë informacion, ne ndoshta do i përsërisim disa gjëra, ju kërkojnë ndjes, por ja ashtu e ka gjërat që duhet t'i kujtojmë, duhet t'i përsërisim. Është edhe çështje pedagogjie, që njeriu për të mbajtur mend patjetër duhet t'i dëgjojë shumë herë. Edhe gjeneratat më të reja që si kanë dëgjuar, i dëgjojnë prapë, mund të interesojnë. Kjo është ajo që do me thonë çdo herë për të vetëdijsuar veten edhe edukuar gjenerata të reja, sidomos familjen e fëmijët tonë, duhet ju tregojmë ato se çka ka ndodhur. Se aty nuk kemi qenë qaq të mirë, ndoshta jemi vetëdijsu tash viteve të fundit dhe kemi nisë pra me përsërit ato që tha Nufria, edhe të njëjtën kohë me gjetë ka dale atë rrugën që jemi pas hup diqysh në vitet e fundit. Genocidi në Kosovë, plagë e hapur. Kjo është diçka që i brengos, do me thonë, çdo njeri që do mos që jeton në Kosovë, Nufri. Kemi pa në shumë vendet e Evropës e kanë bërë këtë ditë bukur të madhe në mënyra të ndryshme, duke rikujtuar disa fotografi, ka disa filma musafirët ndryshëm edhe nga Kosova, edhe të përjetuar edhe me ata që i kanë pas për shembull të pagjeturit e kështu me radhë. Tregona pak, a kemi arrit ka dale të informohemi mirë na, sidomos që jemi jashtë në Evropë, mos foli tash për Kosovë, ta dim për shembull këtë pjesën e kësaj. Unë çfarë kisha thënë, në gjë të jashtëzakonshme dua ta them ashtu, është vetë iniciativa dhe formimi i qendrës në Zvicër, nga iniciativa e aktivistëve në Zvicër, e kryesuar nga Bardul Mahmuti, ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, së pari në sensibilizim të nivelit teorik shkencor, kuptimit të asaj çfarë do të nënkupton genocid, cilat elemente janë e tjera, sepse deshte më pas deshëm pas luftës në Kosovë nuk është mjaftueshëm dhe shumë pak është trajtuar si çështje, edhe kjo mund të jetë, duket qartas që mund të ketë qenë edhe një që gati një viktima gjithmonë pret kur në një ambient të hapur dikush goditet, keq trajtohet, pritja e viktimës është që gjithë ata që kanë pa atë ngjarje të solidarizohen edhe të thënë kjo ishte një ngjarje e tmerrshme. Fatkeqësisht për genocidin nuk është një gjë e njëjtë. Qytetarët tonë përfshi këtu edhe një mori intelektuale, kanë pas pritje që kjo është e verifikuar, e faktuar gjitha. Realiteti është që nga krimet që mund të bëhen, nga krimet të niveleve të ndryshme deri tek niveli i tentimit të kryerjes së genocidit dhe realizimi i akteve genocidiale në vendet e caktuara, domethënë
është krejt një nivel tjetër. Për këto ka shkruar shumë Bardhyl Mamuti dhe unë sugjeroj gjithë ata që do të thellohen atë, janë të aksesueshme në qendër, në linkun e qendrës gjenocidi dhe mund të informojnë. Kjo është një anë. Ana tjetër është pastaj që aktivistët, jo shumë në numër, por faktikisht kanë bërë një veprimtari shumë të madhe duke biseduar, duke komunikuar me shoqata, me qytetarë e tjerë, me aktivitete të ndryshme, të imponuara dal nga dal, dhe kanë arritur në nivelin që ta bëjnë të prekshme ato. Ajo që ka efektin pastaj vizual është ajo që është logoja e qendrës e cila do të jemi gëzuar dhe spaku atë doja sidomos ta apostrofoj këtë vit që ka gjetur përdorim dhe ka gjetur mbështetje unanime tashmë nga momenti kur ka dalë fillimisht dhe pastaj sa është bërë shtrirja e saj e gret. Vitin e kaluar ne mbajmë mend ishte biseda që janë komunitet ose bashkitë në Kosovë kanë bërë i kanë aprovuar, domethënë është gjithë një masovizim, qoftë popullor, por qoftë institucional. Dhe përfundimisht ishte gjë shumë e mirë që ne pam në këtë vit krerët e shtetit, cilët kishin simbolin, simbolin për gjenocidin e kryer mbi shqiptar, mbi Kosovë, të gjithë e kishin të vendosur, gati gjithë qytetarë që shije shumica prej tyre, po sidomos personalitete që përfaqësonin institucionet e kishin atë dhe ishte jashtëzakonisht një arritur shumë e madhe. Dhe kjo më bën shumë të konsideroj që ndoshta të kemi edhe një ngritje në stad ndoshta edhe më të lartë, që definitivisht që Lulkuqja të formalizohet ashtu edhe me një ligj të veçantë dhe data të formalizohet në detyrim të institucioneve në gjithë hapësirën, fillimisht në Republikën e Kosovës, pastaj edhe në Republikën e Shqipërisë dhe në hapësirat ku shqiptarët duhet ta përkujtojnë dhe të marrin, domethënë të kenë të drejtën e tyre të plot ta përkujtojnë këtë. Ky është ai dimension që ashtu siç e shoh unë dhe jam shumë e shpresë që kjo do të realizohet, se është më se nevojshme, jo vetëm për neve, por mos ajo që është edhe motoja gjithë kësaj, që të mos harrojmë. I nderuar Nufri, sa i përket drejtësisë, a mendojmë se është vonuar ende ndaj viktimave, sidomos në Kosovë? Patjetër, ky koncepti se drejtësia sidoqoftë, edhe drejtësia vonuar është më e mirë se as pak drejtësi. Po drejtësia që vjen në kohë është drejtësia më e mirë, sepse rehabiliton dhe shëron dhe jep mundësi për të pa përpara. Mos harrojmë se drejtësia ose koncepti i drejtësisë në atë çfarë mund të ndajë dy dimensione, dy hap, domethënë drejtësia në raport me krimet e kryera dhe pastaj kualifikimi që mund të ngritet si në formë të drejtësie që të ngritet një akt akuz kundër shtetit serb, regjimit të asaj kohe për kryen e gjenocidit, është një nivel tjetër, pastaj kërkon një përgatitje jashtëzakonshme dhe ka shumë rëndësi që të gjitha këto të bëhen në sinkron dhe të bëhen në mënyrën e duhur. Por kjo nuk përjashton atë çfarë ndoshta ti edhe mendon dhe të gjithë qytetarët duhet ta mendojnë, nevojën për drejtësinë individuale dhe kolektive pastaj, që ka disa dimensione, qofshin ato të vujtjeve të njerëzve, të humbjeve materiale dhe jo materiale, tjera që janë të matura ende të pashme. Po këto janë pjesë, nëse s'gabojmë edhe pjesë e kërkesave që bëjnë autoritetet e Kosovës, ka shi nga pjesë e kërkesave për eventualisht për një marrëveshje përfundimtare. Në Serbinë janë pjesë e kërkesës, dëmshpërblimi për dëmët njerëzore dhe materiale të shkaktuara nga regjimi ose nga shteti okupator serb. Është kur e përmend Lulkuqja, do të thonë përveç Lulkuqjes është edhe 15 janari ndezën Qirit. Do të thonë kjo është bë edhe një ditë edhe një simbol shumë i mirë ku ne e shohim në shumë vende të Kosovës, po të Shqipërisë, të trojve shqiptare, në të njëjtën kohë edhe në diasporë, pra veç kanë filluar ta kuptojnë këtë pjesën e kësaj edhe domethënien e kësaj, se është një diçka që duhet rritur kadaldale, që në vitet e ardhshme për shembull që të jetë një ditë faktikisht
bukur e madhe se bëhet fjalë për viktimat. Bëhet fjalë për diçka që është bërë që ne kemi dëgjuar prej luftave tjera që kemi për shembull të Izraelit ku që 80 vjet e kanë atë simbolin e gjenocidit aty për shembull të Auschwitzit. Edhe e përdorin në shumë vende, edhe krejt në jetën kohë, edhe Kosova, edhe Shqipëria, edhe shumë vende të botës e të Evropës, për shembull, e nderojnë atë ditë. E pse mos më se është i njëjti rast edhe te na. Po tash sa është pranu ndërkombëtarisht nuk e di mend. Unë do të thosh kështu. Gjithmonë pranimi ndërkombëtar ka të bëjë vetë ose po themi atje që më e thjeshta, njeriu pa e pranuar veten nuk mund të presësh të tjerë. Njeriu pa e njohur emrin e vet nuk ka pretje që dikush takon në rrugë që do t'i prezantosh, ti duhesh fillimisht ta njohësh veten, pastaj të prezantosh. Do thënë, kjo çështja e pranimit mos pranimit ndërkombëtar për mua nuk më duket as relevant sa është vetë pranimi ynë, në atë kontekstin asaj që me shpresë madhe që kjo të bëhet, siç e thash, pjesë e shënimit në kalendarin e detyruar të institucioneve të Kosovës, sepse ende jemi në atë që ende nuk kemi detyrim të tillë. Ne duhet jemi shumë qartë për këtë, duhet që të mos të bëhen me vetë iniciativa në forma vullnetare, por patjetër që shteti dhe data 15 janari nuk është vetëm datë e rastësishme dhe lulkuqja nuk është e rastësishme. Gjithat këto përmbajnë tani një histori në vete, se është ndërlidhur shumë afër me veprimet që janë pjesë e atij gjenocidi. Siç është masakra e Raçakut, ose një veprim i tmerrshëm, po nuk është vetëm ajo është vetëm një nga ato. Po pse mund të jetë qenë ajo, është ka dhe elementin tjetër të rëndësishëm të një kthese të historisë sonë të re ose të kohës së luftës tonë, kur një masakra me radhës janë bë para Raçakut. Dikush mund të më pyet pse nuk ishte kjo apo nuk ishte tjetër. Ishte lidhur sepse ose ngjarja ose ajo çfarë ndodhi në Raçak ka qenë një pikë kthese për ngjarjet që pasuan më saj. Aty morën shtytje që të veprohet, sepse Serbia nuk pas ka të ndalur. Është duke vepruar dhe aty u konfirmua gjithë ajo shumë qartë me prezencën e ambasadorit Walker që ky veprim nuk ka ku shko për te. Prandaj kjo datë dhe kjo lulkuqe nuk ka nevojë tani për të elaborime të tjera, qofshin ato të një instituti ose institucioni tjetër, i kemi të gatshme vetëm nevojitet ligji, i cili do ta bëj pjesë ose një vendim në Parlamentin e Republikës Kosovës që data kjo dhe në fakt ajo praktikohet, sepse ne shohim për çdo vjet që zyrtar, krerë politik, organizata shkojnë në Raçak dhe vendosin, përkujtojnë. Me këtë qëllim ata përkujtojnë pikrisht, po është një përkujtim i gjitha masakrave, i gjithë gjenocidit e kryer mbi shqiptarët. Prandaj ne kemi vetëm një hap një vullnet, pak më shumë vullnet për këtë, për të formalizuar ajo, dhe të më drejten se ne vitin e kaluar, si që mbanin me shoqatën e klubit të motoristëve, bashkë me Radio Oslon, organizuam në mënyrë simbolike, ndezjen e qirive dhe një takim atje që patëm, na u bashkua dhe ambasadorja e Republikës Kosovës në Oslo, zonja Luci, ishte shumë e mirë, po me dëshira shumë e madhe. Besoj jo vetëm e imja, po besoj se cili shqiptar është që kjo të bëhet detyrë e organizimit siç është detyrë që të festohet evenimentet që i kemi ditën e shpalljes së pavarësisë, ditën e shpalljes të Shqipërisë. Jo, ne kemi këtu vetëm për një qartësim. Faktikisht autoritetet sot zyrtare duhet jemi të sinqert me veten, nuk kanë detyrim për të bërë organizim për datën e 28 nëntorit. Është një nga gjërat shumë të paqarta. Edhe këto, sepse nuk është datë se cila ka detyrim. Vetëm gjë duhet ta festojnë është data e pavarësisë së Republikës së Kosovës.
Dhe kjo është një ilustrim adin për atë që ka nevojë për rregullimin e kësaj gjëra. Pse është ajo është e ditur se buron në atë se çfarë kushtetute kemi, kushtetutë bazuar në të drejtat e popullit ose të sovranitetit të popullit shqiptar në Kosovë, po të qytetarëve të saj. Kjo është realiteti ynë. Po pra. Dhe shpesh. Se preka një temë tjetër adin të ndishme, që fakt duhet të kthehemi nga njëra, sepse ne mbesim këtu organizojmë dhe organizoni ju radio, organizon shkolla shqipe, organizon Universitet Nëndorin, edhe ne kemi mbet jetim, sepse ne nuk e dim se kush duhet ta mbajë. Në Universitet Nëndorin duhet na organizojë ambasada. Por ambasada nuk mund ta organizojë pa pas të definuar në qartë në ligjin që duhet të jetë detyrim. Dhe në fakt, në bazë të asaj çfarë kemi, nuk ka asnjë detyrim. Natyrisht ambasada është e gatshme dhe gjithmonë të vijë të shkoj, por kështu e kemi punën. Prandaj shpresoj qoftë 28 nëntori, që është dita më e rëndësishme e çdo shqiptari, kudo që është, edhe dita për të kujtuar e kujtesës son për ato çfarë kemi kaluar, duhet të bëhen detyruese. Për ato, se është detyrim për shtetin. Ti kthejme një atyre viktimave gjithë ati genocidit që ndodhi në Kosovë, si shifni ju përpjekjet e shtetit sërb apo qeveritarëve të Serbisë që sot dhe me ditë mohojnë këtë ngjarje dhe ndërkombëtarisht a kemi gjithat përkrahje ne po vazhdojmë ende ne të lëbojmë dhe të provojmë t'ja fusim në kokë se dimi edhe shumë viti u zgjati edhe Srebrenica e Bosnjës. Ne duhet të insistojmë, duhet punojmë fort, mos të humbim shpresat, po të punohet profesionalisht në grumbullimin e përgatitjen e asaj akuze. A do e bëj një gjenerat tjetër, mund ta bëj. Për të bërë një ngritje të një akuzë zyrtare nuk është asnjëherë vonë. Mos harrojmë se don proces, edhe kur përgatitesh me një gjë tjetër, duhet të jesh gati i bindur, i sigurt që do të kaloj. Që në kupton që krahas asaj duhet të ketë një mbështetje të fortë, edhe nga faktorët të tjerë, edhe e përgatitur në një kuptim profesional. Por kjo nuk do të thotë që ne ta harrojmë. Kjo nuk do të thotë që të mos punohet në drejtim. Dhe unë besoj që herë do kur, ndërthana që patjetër do ngritet ajo akuzë, sepse është një gjë e cila ka ndodhur dhe është e dokumentuar shumë mirë, por që Serbia pa marrë parasysh se çfarë qeveria do ketë ose çfarë ideologjia do të udhëheq Serbinë, do përpiqet me çfarë do force që të evitojnë gjë të tillë. Ne shohim se me çfarë force ka bërë dhe vazhdon edhe më tutje të mos pranojë atë e cila është tani është edhe e pranuar nga Kombet e Bashkuara Shtetit në gjitha institucionet për gjenocidin e ushtruar se për atë çfarë quhet gjenocidin në Srebrenicë. Edhe pse duhet të themi se ajo është modifikuar në një ngjarje, në një rast të caktuar, nuk flitet për një gjenocid të kryer të popullit serb mbi popullin bosnjak. Po flasim për një episod i cili është definuar si i tillë, edhe atë që ka shumë nuk e pranojnë, por kjo nuk duhet t'i lej autoritetet e Kosovës, nuk duhet t'i lej shqiptarët që të pushojnë, po hiç bile mas paku që mos të kenë bamendje për ato që ka ndodhur. Se harresa është gjëja më e keqe. Unë veç të kisha nënvizu këtu, për shembull për ata që janë të interesuar me ditë pak më shumë për Lëlkuqen ose Kosovo Genocid organizatën, është mirë nëse hyni në web faqen e vet organizatës kosovogenocid.com, shumë thjesht është kjo, edhe aty mundeni me lexu shumë fakte, edhe në fotografi, po edhe në lexim fakte të ndryshme që janë publikuar për shembull nga organizatorët aty, edhe nga vetë shtabi i organizatës, që ka shumë sen interesant me lexu, me pa që se keni ditë. Edhe ka dale bindeni, edhe e dini për shembull do sen ndoshta që as nuk i keni pa, as nuk i keni lexu, po janë këtu. Këtu janë ato fakte që njerëzit kanë punu, kanë gërmu faktikisht me ardhë deri te e vërteta. E kjo është ajo e mira që me ditë, që pastaj ja dini edhe themelin e kësaj, pse është kjo.
edhe pse duhet mbështetur Lulkuqen edhe 15 janarin. Është edhe mënyra për shembull për donacione nëse keni dëshirë se ku ka për tash viktimat po ata që kanë bet që e presin ta shpërblimin ende prej okupatorit ose prej atyve që na kanë sundu. E kështu që ajo është pjesa e mirë e jona që me lexu, mu informu, edhe të njëjtën kohë me ditë për shembull se ku jemi edhe kush jemi, edhe çka na ka ndodhur. Po mërmenja që mas mirti është të kjo faqa edhe shini aty njerëz që kanë shkru, kanë marrë fakte ndryshme prej krejt anëve në Kosovë edhe nga shumë ambasador të huj që kanë qenë në atë kohë, për shembull ose vëzhgus më imi kështu në Kosovë dhe që i kanë pa, i kanë fotografuar dhe vetë i kanë shkruajt ato tekstet e tyre edhe kanë tregu atë të vërtetën se mirëtanofria derisa ne vetë nuk e pranojmë. Edhe derisa shteti nuk e bën në kalendarin e tyre të obligueshme 15 janarin Lulkuqen, atëherë nuk mundëm me prit për ndërkombëtarëve që me thonë kjo ditë është ajo ditë për shembull që ka ndodhur kjo. Ma mërmenja. Pikërisht sepse ata ndërkombëtarë nëse ne i thojmë kem ditë lirë sot. Ta pyesin po pse e keni ditë lirë? Por dita për shënimin e ditës së gjenocidit mbi popullin shqiptar në Kosovë detyrohen edhe ata ta respektojnë. Po sikur se Holokaustin. Pikërisht, po s'ka ku don ko. Ne mendojmë se me një shtet kur nuk ka drejtësi mjaft atë spaqen do të ketë. Pritet do një sulm mund të themi të ardhmen e afërt nga Serbia, nuk është një pyetje domethënë shumë banale për në atë aspektin e sigurisë ndërkombëtare. Ne e shohim shumicën e botës tash shtetë në demokraci mund bëhet luftë me 2 orëve me 3 persona. A kemi ndaj tendencë të tillë? Edhe pastaj do të ishte një pyetje se për këtë asaj akt akuzave që e cekë më herët, ne jemi pak të vonuar në dim sepse ka shumë akt aktash dje sikurse ajo thonja popullore ra një deke u pam, edhe kjo ra rasti i 15 janarit u takuan qeveritarët, edhe në lajmet qendrore pam se prokurori i shtetit do t'i ngrisim akt akuzën tani edhe për familjen Ashari qeverisë Serbisë. Tani kjo pjesë që pyeta do të ketë apo është më shumë çështje një opinionit, unë nuk e konsideroj veten që jam ndonjë specialist i fushës së sigurisë, po kam si gjithë tjerë që kam ndonjë opinion timin personal për atë, edhe pse mundohem të informohem edhe të di diçka për atë. Dorë nuk është e mirë që në opinion të shpërndahen frikë dhe panik, ajo është një gjë shumë e rëndësishme. Në çdo shtet të mirë organizuar janë institucionet e sigurisë dhe të mbikëqyrjes së sigurisë, qofshin të rrezikshme nga jashtë ose të rrezikshme që na vijnë nga brenda, që të informojnë dhe informohen autoritetet e duhura. Nuk e kisha parapëlqyer që them mund të bëhet apo mund bëhet, po është e vërtet një që ato në pyetjen tënde ajo edhe konsiston dhe është e vërtet se jemi dëshmitar të një situate krejt ndryshe, edhe të raporteve në planin global. Çfarë është arsyeja mund të jenë të shumta, mund të jenë një ristrukturim për shkaqe të ndryshme gjeopolitike. Dëgjojmë gjëra që faktikisht s'na kish marrë mendja as t'i flasim para disa vitesh. Por për neve shqiptarëve është shumë rëndësishme orientimi ynë që duhet të jemi të orientuar rreth asaj që neve kemi partneritet të qartë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me aleat të cilët janë po ashtu trashëtuar me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe duhet të gjendemi nëse do të ketë ndonjë ndarje globale, opinioni im personal duhet të jemi aty të rreshtuar. Tani kam shpresë për hir të humanizmit që të mos ketë luftra kudo, që të ketë paqe mes njerëzve, por po duken të paevitueshme në situata të caktuara. Dhe është për të ardhur keq. Kurse për këtë që ishte ajo pyetja e dytë dhe mundësinë që prokurori pranë këto ko pas kohë përmenden ngritjen e akuzave, nuk jam jurist, po spaku prej asaj sa lexoj nuk është as e vonshme, dhe në fakt unë sa kam kuptuar iniciativën për të ngritur për rastin, domethënë rastin masakrën tjetër ose masakrën e Prekazit, sepse ajo definohet si e tillë, dhe në fakt ajo ka provuar
që ka qenë një masakër e pastërt e autoriteteve sërbe aso kohë, që kishin mashtruar në fakt. Unë këte e kam përmendur shumë herë dhe e përmend në kohën që thonë në aso kohë, në informacion konkret nga diplomat të asaj kohë, flasë për marsin e vitit 98, thot në kohën kur ajo vetëm doli publike, që autoritetet sërbe kanë bërë lobim të jashtëzakonshëm për të bërë një veprim të tillë dhe i kanë prezantuar një informacion që ata i kanë vënë në kontroll tërësisht shtabin ose qerdhen dhe gjithë udhëheqësit e UÇK-s, që i konsiderojnë se janë të vendosur aty në Drenicën, në pjesën qendrore të Drenicës, dhe me këtë veprim ata do ta shuanin kryengritjen. Kjo i është shit, dhe këto janë kablogramet që janë dërguar nga ambasadorët në Beograd autoritetet e tyre. Dhe që është fakti, do të jemi sinqert, askush nga këta, të cilë kanë pas këtë informacion, nuk kanë paralajmëruar ose spaku nuk kanë thënë që kjo është merr, çfarë është, çfarë bëhet. Dhe vetëm atëherë kur dolin shesh se kush ishin ata, kush janë ata terroristë të UÇK-s që policia, njësitë speciale, ushtria i masakroi, atëherë kjo ju kthye në të kundërtën, në asaj të Serbia, dhe ishte ai hapi i parë, që përmenda më përpara, pastaj hapin e kthesës madhe për të filluar bombardimet. Masakra e Përkazit është ai hapi i parë, i cili i shqeu fytyrën krejtësisht Miloševiqit dhe Serbisë, se si ata i shironin në sapet me UÇK-n. Dhe rezultati i tillë, dhe për një gjë të tillë, padyshim juristët mund ta kenë plotësisht me drejtë që të bëjnë një kërkesë, sepse ne kemi një numër shumë të madh të fëmijëve, të grave të tjerë që në bazë të drejtës humanitare ju takon e drejta. Ju takon e drejta dhe do duhet. Po ata juristët e dinë shumë më mirë këtë. Mirë po askush s'mund ta shpërblej gjakun derdhur atë ditë. Dhe shpërblimin e ka marrë liria e Kosovës. Gjaku i derdhur atë ditë është liria jonë. Fakt, ajo është e vërteta, edhe për shkak edhe sot e pegzojmë këtë liri, që thash më herët njëjtën kohë prapë kemi harru do sene, duhet i përsëritim, duhet i rikujtojmë, për shkak është edhe ai vetë stili jetës, do me thonë që si ditëlindjen që e rikujton ose vitin e ri, shumë sene tjera, është edhe kjo pjesa që duhet me rikujtu se nëse nuk e rikujtojmë, e harrojmë. Nëse nuk e përsërisim, e harrojmë. E këto janë sene që nuk bon mu harru. Sot do kudo pak nuk ki nevoj me dalë, me brohorit, ose me vrapu, ose me bo fest madhe, po nëse e bon me të afërmit tuaj, ose shoqëni, familjen, e kështu me radhë, është bolë. Nëse hapët edhe ma shumë, është edhe ma mirë. Ajo është ajo pjesa që është ma e mirë, e vetë vetës si njeri. Në ufri do isha me të vetë, tash për shembull kontributi i jonë në diasporë, për shembull, sa i përket 15 janarit. Çka kishë mujt na me bo, përveç se që këtë kohën po mundohem me informu njerëz, për shembull, dhe që më mbledh me përkujtu këto pak, me fol pak për këto, dhe ka dale që me në farë mënyre me rikujtu. Po çka kishë mujt na me bo pak ma shumë, për shembull, përveç me pa në televizion. Na fare kur fillim, të gjithmonë shtrohet pyetja, a do ta pranojnë këtë ne që thonë ka pas gjenocid, që s'ka pas krimet lufte e tjera. Ne jemi në një pozitë jashtëzakonshme të mirë, ne që jetojmë jashtë, ose në diasporë, që jetojmë jashtë, për ta bërë këtë opinion, për të kuptuar më shumë. Ne mund bëjmë shumë, adin, o them drejtën e këtë, mund bëjmë jo vetëm këtu, po mund bëjmë kudo. Ne këto shënimet datash do duhet bindë të bëhet në secilin qytet të madh të Europës, duhet të përgatitesh që të përgatitet ndonjë tubim shkencor, të bëhet një tubim në formë të një minute heshtje me këto, po të nesme një të diel, një weekend që të ftohen ekspert norvegjez, flas për Norvegjin, ekspert norvegjez, që të shfaqet një film dokumentar, që të shikohen cila kategori, për shembull të rit, mund të kenë të shohin një dokumentar që është
i përgatitur në kuptim profesional e kretë. Më thënë, është një mori gjëra që mund të bëjmë. Ne faktikisht nuk i shfrytëzojmë gjitha këto kapacitete. Por prapë kjo lidhet me atë, sepse deri në atë momentin sa kjo nuk bëhet pjesë detyruese e ministrisë së jashtme, që të bëj këto aktivitete jashtë, që ministria jashtme, respektivisht qeveria, bazuar në obligimin ligjor që ka, që këto aktivitete dhe t'i bëj agjendat përgatitura më herët. Sepse na tash po them, për këtë temë kemi mjaft për bë, kemi mjaft për të tu musafir specialist huaj, kemi për të pa një dokumentar, gjithmonë është aktuale në kohën që duhet. Organizimet të tilla bëjnë, që futet bëjnë sot e kësaj dite, çdo vjet sjellin diçka tre. Çdo vjet edhe ftojnë norvegjezë të tjerë, mua ka rastisë se jem musafir. Tu njoft. Tu në këtë çdo. Prandaj mund të bëjmë shumë, domethënë jemi shumë brapa. Jam për qenë nuk tregojmë respekt të mjaftueshëm për këto gjëra na vet. Që nga institucionet, që pas lufta e deri më sot, nuk kemi ndonjë datë për këtë. Dhe ne sigurisht kemi ndrojtë për t'i thënë me atë fjalën që duhet. Ajo ka qenë kjo është. Ne nuk kemi. Dhe pastaj vjen ajo pjesa legale, për shembull do të përndjekja përmes institucioneve juridike. Kjo është një gjë tjetër. Duhet ngulitur, duhet vendosur një herë binar, kuptim ligjor, pastaj duhet ngulitur se detyrim dhe duhet shkollat të organizohen, gjithë diaspora ka një mundësi kapacitet madh që ta bëjë të njohur këtë. Nuk e bëjmë të njohur. E pse për shembull çka i pengon qeverisë, shtetit që mos me vënë këto në kalendar vetë? Nuk besoj që i pengon asgjë. Është vazhdimësia asaj çfarë kem që nga pas lufta e këtej, që nuk punohet mjaftueshëm. Po prap jam optimist, çfarë kam pasur duket qartë asgjë që është një vullnet, ndoshta le ta shohim, por nuk është punuar. Nuk është punuar mjaftueshëm. Është marrë kjo sikur si një gjë, sikur gjë e mbaruar, e kryer. Kupton, sigur gjithë bota e din që në Kosovë ka pas gjenocid, as e dini ju. Po nuk është, për shembull, nuk është shumë reale, sepse tash na i pam qeveritarët me Lulkuqen që shkuan dhe heqin në Raçakën gjithë ato, po më menja që shumica njerëzve kur e shohin ato, ndoshta nuk e kuptojmë çfarë është ajo lule që e kanë në xhaket. Për shembull, çfarë prezanton ajo? Ajo është ajo që s'ma me menja që krejt e din, ndoshta ata e lidhin me Raçakin direkt, ku Raçaki është një prej pjesëve të gjenocidit që ka ndodhur në shumë vende, për shembull jo prej Kazë, jo ka shumë vende në Kosovë. Po patjetër, unë po them këto janë ngjarje që kanë ndodhur, kanë rrjedhë dhe ka shumë, por dihet mirë filli se si mund bëhet, edhe vetë kam pa qartë, nuk po mund të jep përgjigje asaj pyetje mjaftueshëm, por deshe, domethënë gjithë kjo ka mbet në asaj angazhimit të jashtëzakonshëm, sidomos të qendrës në Zvicër, e cila bën një punë të jashtëzakonshme, punë vullnetare. A dhe të kuptohemi këtu punë vullnetare që duhet. Po gjithmonë vullnetare, edhe lufta, edhe liria që e kemi sot, është filluar në mënyrë vullnetare dhe pastaj kemi ardhur deri sot e kemi këto. Domethënë vullnetarizmi është aq e madh, edhe aq i guximshëm që në fund e bën edhe lirin. E tash vullnetarizmi i organizatës, sidomos është Adnani, është Bardyli, e janë shumë tjerë, në Ufriu e plot kemi tjerë atje për shembull. Tash na i kemi mediat në Kosovë atje, që kanë kapacitet, se kemi shumë media. Edhe kanë kapacitet me mush ato programe, e tash është mundësia me ftu në Ufriun, e Bardylin, e Adnanin, shumë tjerë që ata kanë bëjnë shumë, unë po them tash rishtat kanë qenë, edhe Adnani kanë qenë gjithë ata, ka thënë Ibrahimi, kanë thënë në intervista, ka një mobilizim të jashtëzakonshëm, ka një, nuk po them përgjithësi, po një sensibilizim të fortë. Unë si që shoh pak u flas për vete, domethënë shoh një mungesë të autoriteteve. Nuk kam qëllimin që të kritikoj autoritetet aktuale ose ato, po të gjithat, për mu të gjitha autoritetet në vazhdimsi që nga viti 99 dhe këtej, që bilen sa për arres, unë kam bërë propozime që në vitin 99, që të bëhet një konferencë për këtë çështje, që është shku në vesh të shurdhar të asaj kohe.
kur kemi vajtë dhe kemi kriju komisionin e parë për të pagjeturit, bashkë me Maria Varshinski që ishte. Prandaj është një planin personal është një që domethënë një dëshpërim i madh i asaj kohe, por ka vazhdu ashtu. Ka vazhdu ashtu sepse mund të jenë shumë arsye që si kam të qarta. Por a simbolika ka rëndësi. Në kontekstet e historisë ka simbolika rëndësi. Dhe kur simbolika nuk aprovohet, nuk zyrtarizohet, nuk formalizohet, atëre mbesin gjithmonë gjërat që thonë këta të rastësishme. Kjo nuk është rastësi dhe ka nevojë futje në binar. Dhe nuk duhet vetëm lidha atë që patjetër duhet ngritur akuza për gjenocid dhe a do na e pranojnë ajo. Ne duhet ta pranojmë, një herë ta bindim vetëm për këtë. Dhe pse mos ta themi kështu? Pse të gjitha ambasadat e Republikës së Kosovës që kanë ose Ministria e Jashtme që ka buxhet organizon gjëra të ndryshme, evente të ndryshme, edhe nuk mund të organizojnë një event, mos keq kuptohem, nuk e kam fjalën për ambasadën tonë këtu, që është e përgjithshme këto, sepse nuk u është dhënë mundësia. Nuk është dhënë mundësia ambasadës dhe ambasadorëve, të cilët janë kudo, që të kenë pjesë të planit të tyre, të shënimeve. Edhe këte hajtë të fundi ditën e 28 nëntorit, harnohemi ne që jemi në diaspora ashtu, flas për qytetar, detyrime ka shteti shqiptar që e bën çdo vjet. Shteti Kosovës se ka detyrime. Tani për organizimet që ka, nuk e kam atë qartë as pozitën e shqiptarëve në Maqedoni, që është shumë e logjikshme që do duhet të fuste detyrim që në koston e shtetit, shpenzimeve të shtetit organizohet 28 nëntori, siç mund të organizohet festa e lindenit për Maqedonasin. Nuk kemi çka ne të bëjmë kompromise me këto. As Republika e Kosovës duhet bëj kompromis, sepse te fundit ne jemi ata qytetar të atij shteti dhe jemi shqiptar. Dhe neve tani për hir të ta diu me gjërave krejt terciale, që të mos kemi, po të bëhemi të presim organizime sikur kur kem qenë vitet e 80-ta. Më vërtet ishte një breng edhe një po e shfaq një meraktimin që nuk kemi nivel mjaftueshëm të organizuar. Ku jemi aty te kjo temë pas 4 dekada dhe kalume, keni qenë zonjë fuqishëm i çështjes kombëtare shqiptare në Norvegji bashkë me shok, se e keni pas të vështirë ta mbani gjallë të vërtetën për Kosovën, sidomos sepse Kosovën e kemi pasën për shumë gati tash u bën 100 vjet në luftë me Serbinë. Unë di me turistike ti vetë kishen këtu një periudhë, ndoshta jo të gjitha atje, po ke ardhur goxha herë. Jeni ballafaqur edhe me gazetarë ndryshëm nga Serbia këtu në për televizionet mediat norvegjeze. Por ato gjërat i kem bërë si kem ditë, sasi ose në kualitet, ndoshta jo mjaftueshëm të mira, po as sa kemi mund dhe kem ditë. Ajo që gjithmonë njeriu bën një komparacion ose një krahasim të entuziazmit dhe vullnetit për të bërë diçka. Dhe kapaciteteve që kem pas, qofshin ato materiale ose intelektuale, dhe krahasuar që ne sot nuk kam ndonjë statistikë, kem njerëz jashtëzakonisht të edukuar, të shkolluar, jo të shkolluar, mirë shkolluar me numër shumë të madh. Pastaj kemi me kapacitete të mëdha materiale, unë nuk shoh entuziazëm as të madh. Të thënë drejtën. Çka mund të jetë arsyeja, unë identifikoj këtë që është e lidhur shumë ngushtë edhe me atë që tani deshe pjesë bari ka mbet shtetit. Diaspora ka bët veten, nuk ka bë përpjekjet e veta dhe tash nuk mund të kresim prej. Dhe unë ndoshta nga prizmi im pak idealist mund të them tu ankohem gjeneratës së re. Po nuk jam fajtor, ne kemi institucionet duhet ta gjejnë rrugën për të ingranuar ata për të kontribuar më shumë. Ne duhet të kemi këtu një qendër kulturore. Qendër kulturore shqiptare të sponsorizuar nga shteti shqiptar dhe shteti i Kosovës. Kemi lek. Nuk mund të shemi, sepse realiteti është që ka buxhet. Kosova ka buxhet dhe s'ka nevojë as pak që t'i ngarkojmë për një gjë të tillë, t'i ngarkojmë xhepat e diasporës. Njerëz që janë të angazhuar, që dojnë të angazhohen të rritë këte, mund të kontribuojnë me punë vullnetare aty. Por infrastrukturë mund t'ja bëjnë. Nuk shoh pa këto
Do thënë ne kemi mbetë në pozita të organizimit edhe më keq kuptimi infrastrukturor. Dhe falë qoftë që faktikisht një pjesë e bashkësive fetare, kulturore që bëjnë jetën e tyre, po ata kanë detyrimet e tyre që i obligohen nga detyrimet që kanë nga shteti norvegjez, që kryesisht aktivitetet e tyre duhen të tërësohen në drejtimin të religionit e këto, prandaj nuk mund të pritet më shumë prej tyre. Do ishte pa drejtë, edhe pse sa për hir të opinionit kanë bërë kontributet e tyre, sepse para lufte, sidomos gjatë lufte, bashkësitë fetare kanë dhënë kontributet e tyre krahas me gjithë. Dhe kemi qenë gjithë tokë, gjithë një. Jo e dini se këtu kemi qenë, nuk kam nevojë, po ndoshta për këta tjerë që kanë ardhur më vonë është mirë për ta ditë se nuk kanë qenë huaj, po kemi qenë një trup i përbashkët. Po pastaj, kështu që është një mungesë. Duhet punohet në drejtim për mu kanalizu këto. Se ta lidhen atë aspektin duke menduar se kem pas më herët ekspozita të ndryshme, sidomos nëse profesor doktorit nëse Plana, po ashtu të kishme të Sadikut, e disa të tjerëve këtu që ndoshta edhe ajo na bën të neve të jemi më afër Kosovës, më afër ngjarjeve të tilla, domethënë të asaj kohe, po jo edhe shumë larg. Tani këto në realitet neve po na zëvendësohen me artistë zhanreve muzikore, që ndoshta edhe këngën edhe mesharet e kanë futur në tallave edhe në inteligjencën artificiale, edhe në atë aspektin e kuptimit historik do t'i bie vlera me kohën, do të bëhet emri gjallë, por pa vlerë, për shkak se gjithçka me kohën duke u zhdukur nga ato datat apo diçka më e rëndësishme do të humbet. A do të jetë një mundësi e mirë për shembull që ta ketë si pikë nisje një qeveri e jona, pa marrë parasysh ajo e Shqipërisë apo edhe Kosovës, që ta krijoj këtë bazën, sikurse cekë edhe më herët ju në Frit. Ta kemi një vend takim, një lokal ku do ta ketë emrin Qendra Shqiptarëve. Për shembull këtu në Norvegji. Shpeshherë mendohet një qendër ka vetëm atë aspektin e material, po ka efektin shumë më të madh kur i thuhet qendra e shteteve tona që e ka. Domethënë është një copë toke e vendeve tona, e adheut tonë, e cila e ka ngrit. Ajo na bën edhe me qenë mendi vetën më të ngrohtë për ta ndi pjesë të asaj. Ajo do të ishte mas e domosdoshme. Mund zhvillohen një mori aktivitetesh. Dhe kjo është mungesa, unë gjën më që do doja para se të disha kam dëshirë ta shoh një qendër kulturore shqiptare këtu. Do i thillet që do të grumbullonte të gjithë shqiptarët. Se do të vinin ashtu siç jemi grumbulluar herën viteve 80 pa marrë parasysh prej nga ku, në një lokal të vogël, ashtu t'i shohim prapë, po tani në një ndërtesë të bukur, me pajisje, me gjëra të moderne, edhe nuk mund të gjej arsye në mos mundësitë ekonomike, por kryesisht mund flas në çështjet e politizimit të madh, fatkeqësisht edhe vetë diasporës. Dhe tani si aktivisti i rjetë duhet shumë vazhdim që deshe unë e shoh negative çdo politizim të diasporës për cilën do këtë do parti. Dhe dëshira ime do ishte që shqiptarët të jenë kompakt sa i përket çështjeve, kurse vetëm ndallim ta kenë kur do shkojnë te kutitë e votimit, që të zgjedhin në mënyrë të qetë, qytetëruar të zgjedhin ata që dojnë. Politika në diasporë nuk është e mirë. Dhe sidomos krijon ndasi me një fjalë edhe kështu që tani edhe po etiketohemi me një fjalë. Unë shoh në përshkrimet, komentet e ndryshme, fjala për shembull që nuk i takon një shqiptar në Norvegji përdoret ose Crnagor ose pa maqedonc, duke di se ne tha vet kem qenë kompakt, kem qenë shqiptar, gjitha trojeve këtu dhe tash ajo ana politike neve po na dallon pak, po na jep edhe ngjyra flamuj partijak. Unë mund të them kështu që herët na janë imponu kryesisht organizimi politik i diasporës, por personalisht mendoj me çlirimin e Kosovës, ajo ka pushuar ajo nevojë. Dhe për gjithë ata që dojnë të shpërndajnë porositë e tyre politike, gjitha partitë, pa dallim, mund t'i shpërndajnë ato edhe në diasporë përmes ekraneve, përmes mjeteve internetit e tjera, dhe nuk jam as një tifoz i tubimeve politike, cilës do parti këtu.
Po, jam i për tubimet të cilat shkojnë, që kanë karakter gjithë kombëtar, që kanë karakter përbashkues, se të fundi gjithë jemi shqiptarë, jemi vëllezër motra, partit mund të na ndajnë në mendimet, në opinionet tona se si mund bëhet një punë e mirë, por nuk duhet na armiqsojnë, sepse atëherë ne gjithë çka kemi krijuar, atëherë do të krijojmë një katraur një tmerr që të kanë edhe eshtrat e herojve tanë kanë për të rrotullu. Mu vje keq që unë nuk jam pjesë e këtyre mediave sociale këtyre, po detyrohet, po njeriu po bombardohet edhe në atë pozitë, edhe pse si asaj, për dëgjuar tmerre, se si mund shqiptarin të akuzoj, se çfarë mund të thotë shqiptari për shqiptarin. Kurse për politikën brenda, ata e kanë përgjegjësinë e tyre, nuk për flas për diasporën. Është të jetë e drejtuar në mënyrë ekstreme, e polarizume, dhe kjo nuk shkon, dhe është kundër asaj ideje që thash që të kemi një qendër kulturore të përbashkët. Sepse ne polarizohem, atëherë sa herë do ndrohen qeverit, do ndrojmë ato qendrën, do e bëjmë njerët një parti, herë partisë tjetër. Po ne jemi shqiptarë në shkret. Ne ndrohen partit, ne ndrohen qeverit, ne jemi shqiptarë dhe mbesim ashtu. Por, një gjë, shqiptarë duhet të arruajn veten. Ndasit politike, ndasit fetare, ndasit krajnore, nuk janë ato që na bëjnë shqiptarë. Shqiptarët na bëjnë ajo pikrisht duke i bërë bashkë gjitha ato. Se shqiptaria ka vend edhe për 3 fe, edhe për 30 parti, edhe për 30 krahina. Po është vetëm një, po është shqiptar, qendri shqiptar. Të ruajmë e ta dojmë. Nuk faleminderit shumë që erdhe sonte edhe së bashku pra e bërëm këtë manifestim të vogël të Radio Lindjes së bashku me ty edhe ta rikujtojmë, ta përsërisim e me siguri se vitin tjetër ma me menja që ta marrim një iniciativë ose kushdo që ta merr një iniciativë që këtë 15 janarin mund të takohemi diku, mund sado ku do të mbledhemi edhe ta dhezë miqiri të bashkëbisedojmë pak të rikujtojmë këto ditët që kanë qenë. Iniciativa nga juve nuk mungon asnjëherë, sepse gjithmonë dëshira ime do ishte që të kalohet. Dëshirën e parë që doja që të shpreja kryeministri tash që vijë, cili do kryeministër që të them, ju lutem, kemi nevojë për qartësime për këto, kemi nevojë për një 28 nëntor të fiksum kalendar, që të mos presim që kush do e bëj. Se për këtë gjë kemi luftu, për gjë kemi kërku, mos presim që të pastaj të mos kemi. Kemi nevojë për 15 janar që të kemi një diçka që mund mbledhen njerëzit në një pikë caktuar nga ambasada ku ne shkojmë, vendosim qiri dhe është një takim zyrtar. Dhe pastaj ambasada e ka në dorë se çfarë organizimit më tutje bën, a e bën ndonjë konferencë apo se bën kjo çështje domethënë teknike profesionale. Po ne ta kemi një vend ku mund të orientohemi, se me vërtet këto vetë iniciativa ne jemi mësuar, unë jam mësuar, ju jeni mësuar, po fëmijët tonë nuk janë mësuar. Fëmijët tonë detyrimisht do i harrojnë. Ti përkujtojmë këto të rënd, ishin 25 apo 10 civil të pafajshme të vrarë në mënyrë çnjerëzore, vetëm sepse ishin pra shqiptarë dhe sepse donin të jetonin të lirë. Reçaku ishte momenti ku dhimbja u pa me sy të botës, ishte brit me heshtur e viktimave që nuk mundën të flisnin, por që folën përmes të vërtetës pamohueshme. Ajo ditë e ftohtë, dimni, i la pas varëve dhe me lot, me plagë që ende sot ne i përjetojmë, por edhe një vendosmëri që nuk u kthye kurrë. Pra dje, 27 vite më pas kujtojnë me respekt ata që rënë dhe ripër të rinë zotrimin e Reçakut nuk do të harrohet, nuk do të mohohet dhe nuk do të përsëritet kurrë më. Reçaku jeton në kujtesën tonë. Lavdi martirëve dhe kujtim të përjetshëm për ta. Në çdo hap, në çdo frymarrje, Radio Lindja është
gjithmonë pranë jush, me meloditë përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, emëri vetëm qëndrese përbashkë. Radio